Përshëndetje të nderuar shikues, mirë mbrëma. Para se të filloj bisedën me të ftuarin tim special të sotëm, i cili vjen nga Kosova, do ta merrni vesh pak më vonë. Dëshiroj t'ju kujtoj të gjithë atyre që na ndjekin rastësisht nga hapin linkun nga rrjetet tona sociale, vetëm ata që nuk janë dythundrake, ata që kanë gishtë që s'janë dythundrake, ata që duan mish dhe nuk duan të mbajnë biberon me qumësht në gojë, mund të bëjnë një klik aty, një subscribe. Ju na ndihmoni ne u ndihmojmë ju. E kam fjalën për të gjithë ata që më kanë ndjekur në kohën e pandemisë, por jo vetëm, edhe më përpara, sepse unë jam çik i lashtë këtu në këto media shqiptare, nuk jam aq i ri. Dhe nuk e kam fjalën për ata që hyn mbrapa gardit, kështu që të ruajnë, ndale do bëjnë një gabim këtu ta sulmojmë, sepse ne nuk jemi dakord me këtë. Falenderojmë gjithashtu dhe sponsorët e emisionit tonë, cilët bëjnë të mundur ekzistencën e punës tonë, të cilët vazhdimisht do t'i shihni në ekranin tonë të ekranit. Pa humbur kohë, po fillojmë emisionin. I ftuar është gazetari pikant i Kosovës, Sadri Ymeri, autori i emisionit Kojshia Show. Mirë se më ka ardhur mysafir këtu, Sadri. Si të duken vizitat në Shqipëri? E shikoni përsëri si qendrën e vendit mem, apo tash i shikoni më shumë Prishtinën si qendër dhe Tiranën si periferi? Është Shqipëria gjithmonë ka qenë dhe do të mbetet nona e Kosovës, nona e shqiptarëve. Vizitat janë shumë të këndshme këtu në Tiranë, veçanërisht kur takoj ty, sepse e kam pa mundur të vizitoj Tiranën e mos ta takoj Cakon. Faleminderit. Bashkë kemi bërë emisione të këndshme që njerëzit që po besoj se ju pëlqejnë audiencës si në Kosovë dhe në Shqipëri. Kosovë po për Shqipëri flet ti. Po, dhe në Shqipëri, po. Dhe sidomos në shqiptarët jashtë atë të cilët janë më mendjapur dhe na ndjekin, se ata kanë dhe burime më të shumta informacione, kam patur se tash i kanë filluar burimet e informacionit të rrjedhin në të gjitha anët dhe mjafton që të kesh disa kolona ku të orientohesh dhe disa lidhje me disa lloj mediash dhe rrjetesh sociale, mund të marrësh një lloj informacionit pavarur, sidomos tash që po lulëzojnë shumë edhe podcastet të cilat do të jenë në ardhmja e komunikimit mediatik, janë ndoshta s'është arritur akoma piku i këtij lloj mediumit të ri që është revolucionarizuar, por piku do të arrihet atëherë kur të arrihet dhe piku i kaosit mediatik, dhe media nga një strukturë monolite e kontrolluar nga politika dhe pronarët e mediave, është kthyer një media që afron oportunitete të mëdha dhe këta tike vite që e bën si pavarur dhe unë jam i çik më i ri. Ndoshta njerëzit mund të kenë kuriozitet, Sadri, se ty tashmë të njohin këto emisionet tënde pak skandaloze, apen shpesh në rrjetet e TikTokut me të ftuarit e tu skandaloz, një prej të cilëve jam dhe unë, dhe prej të çmendurve të gjithë shqiptarisë dhe mendjehapurve të shtoja. Si të ka lindur kjo ideja e këtij emisioni, kur e fillove për herë të parë, si e popularizove kaq shumë? Në fakt, në emision e kam filluar dikon në vitin 2014, pasi u ktheva, se kam qenë pjesë e Portokallis në Top Channel, kam qenë si aktor dhe si skenarist atje, e kam filluar në fakt idejen për emisionin tim Kojshia Show, duke pasur parasysh që kur del njëri në Kojshi, ban fjalë dhe ban muhabete, ban llafe çlira, dhe i merr të gjithë në përgojë Kojshit, për bisedat e tyre apo ndallitë e tyre negative, në fakt këta janë më të përqeshur se gjithë Kojshit. Dhe ideja e emisionit tim ka qenë që domethënë musafirit të ndjehet shlirë në muhabet apo në fjalë, në biseda si Kojshia me Kojshin, dhe ti përqehet gjitha gjërat negative që janë Kojshi, kurse në fakt skenografinë e tyre e kanë bërë rëmuj. Në fillim të emisionit kam pas një nuse që e prish emisionin, hyn me fshinjës dhe fshin ato që i kemi bërë ne, domethënë është babloka atje më e madhe që e prish emisionin, dhe domethënë ideja e emisionit ka filluar realisht si një familje që kemi dëshirë ta bëjmë një emision dhe t'i marrim në përgojë të këshia që i kanë Kojshit.
Por gradualisht me evoluimin e emisionit, dhe me thonë, e kom pa që natyra e emisionit nuk është e lehtë të bëhet vetëm ashtu, t'ja vendosme edhe publikun të ikmi gradualisht her pas here të ikmi edhe atë farë gruan që kemi pas, dhe kështu ka evolu emisioni dhe ka orë deri tek një emision tani që është pak ma modern, që kritikon pak ma shumë, më serios, dhe që ka edhe musafir skandaloz. Ku e fillove për herë të parë? Për herë të parë e kam fillu në First Channel tek Vala Mala Show, tek Valon Maloku, autori i emisionit, që në fakt gjithmonë na ka dhënë hapësi sepse para disa viteve isha edhe aktori Prodhës me Tupan atje. Kam pas disa role Jakub Krasniqin e gjatë dasin, profesor Noijin, për gjithë ata që e majnë mend, shikues të emisionit të Prodhës me Tupan në Kosovë, është fjala, sepse këtu ndoshta është një më pak. Mandej kam fillu në Portokalli, kam imitu pak Arjan Çonën, e më patëm pa Portokalli atje, hyra në Portokalli, nuk nejta gjatë shumë dhe u ktheva në Kosovë e bëra këtë emision. Si e shikon median në Kosovë? Ka pavarësi nga pushteti politik media tradicionale? Po, me zhvillimin edhe mediat alternative tash, podcastet e ndryshme, si ekzistojnë? Kanë media që hapin probleme dhe ju tregojnë njerëzve të vërtetat se çfarë ndodh? Po, sepse me zhvillimin, dhe me thonë, mediave sociale dhe rrjeteve sociale, në përgjithësi, ako mendoj që mediat kanë arrit me bo një farë pavarësime në vete, dhe me thonë, ma nuk jam të mvarë vetëm prej pronarit të medias, apo nuk ndjekim politiken e pronarit media, si shtohet i pak ma herët, por tani më po besoj që e kanë gjetë një farë pavarësime në vete, dhe po menoj që kanë të drejt me thonë ato që mendojnë, dhe kanë të drejt me qitë në pa gjërat negative. Ndërsa në të ardhmen ka qenë pak ma e vështirë, sepse mediat, dhe me thonë, nuk janë varë prej klikime, por janë varë prej pronarit të televizionit, prej sponsorë, dhe me do mos e kam pas për qëllim të thënë ato që mendojnë pronarit televizionit. Ndërsa sot, ne e themi ato që mendojnë, për shembull ne ti shfaqemi në rrjetet sociale, dhe po besoj që do të vijë së shpejti koha që në një farë forme veç televizioni do të jetë në zhdukje sipër. Po, mediat kam filluar me median e shkruar pas shpikjes së shtypshkronjës Gutenberg në 1450 mes shekullit 15, dhe që atëre dituria filloi të bëhej pronë e masave, nuk ishte më pronë e pak individëve të pasur të cilët kishin mundësi të lexonin kopjet nga një kopje që ndodheshin nëpër bibliotekat, dhe me kalimin e kohës filloi media me zë, që ishte radioja, dhe mbas medias me zë filloi media me zë dhe me figurë, me imazh, ku ata që dilnin dhe flisnin kishin mundësi të ndikonin edhe nëpërmjet gjuhës së trupit mbi shikuesit e televizionit. Tashi, mua më duket që interneti është pak a shumë si shpike shtypshkronjës Gutenberg, dhe e ka revolucionarizuar në një mënyrë të llaftarshme komunikimin mediatik me masat, me turmat, por kjo mund të shkaktojë dhe një kaos në informacion, sepse duke qenë kaq të lira dhe kaq të pavarura, kaq të paregulluara, mediat e reja, mundet që websajtet dhe podcastet, media e shkruar, gazetat e shkruara, mediat online, në një fjalë. Mediat online, të cilat shpeshherë kanë edhe të inkorporuara brenda tyre dhe emisionet ndryshme të podcastit, nuk janë vetëm të shkruar, apo dhe me imazhe. Pra është një kombinim i të dyjave, mund të thonë mund të raportojnë gjëra që nuk janë shumë të vërteta, që janë gjysmë të vërteta, ose mund të tërillojnë gjëra nga më të ndryshmet për të krijuar skupe dhe për të tërhequr shikues, mbasi klikimet dhe shikimet përkthehen në përkthime nga platformat e mëdha si YouTube dhe Facebooku, si quhet tash Facebooku, Meta, platforma Meta e tjera. Po. Dhe njëkohësisht duket që në kohën e moderne që ne jetojmë, këto platforma po marrin përsëri pjesën e luanit të përfitimeve, kurse ne që jemi që hedhim
regjistrimet tona ose emisionet tona, podcastin ton në platformat e këtyre, këta paguajnë thërime në krahasim me fitimet e mëdha që ata vetë sigurojnë. Pra, edhe kjo lloj mënyre ere e komunikimit masiv mund të përfundojë prapë në një oligarki shumë të vogël, të cilët nëpërmjet instrumentit pagesave mund të bëjmë presion mbi pronarët e medjave të cilët edhe në emisionet e tyre. Ti vetë sa po më the para pak kohë që ma kanë mbyllur atë Facebookun, Po, e vërtet. kanalin që ke patur, kjo është pikërisht ka lidhje me sundimin e politikave të pronarëve të këtyre platformave mbi komunikimin mediatik. Pra këta të bëjmë presion që ti mos thuash të vërtetën që ti mendon para mediave, Është e vërtetë. por të thuash të vërtetën zyrtare që propagandojnë elitat e pakta ku bëjmë pjesë dhe pronarët e këtyre platformave. Pra, përsëri, megjithëse duket sikur ne Jemi të lirë. jemi të lirë dhe kemi Tash për atë që thojmë po. kemi mundësi të tregojmë të vërtetat tona në podcastet tona, mund të vi përsëri një moment siç ishte para ardhjes së Trumpit, i cili në fakt i ka kërcënuar këto pronarët e platformave që janë në atë që quhet Silicon Valley, në Shtetet e Bashkuara, që të jenë të lirshme dhe të lejojnë mendimin e njerëzve. Pra, nga një rreziku i një kakofonie ku mund të lejohen mediat të thonë çfarë të duan, mund të kalojmë në rrezikun e një kontrolli total ku nuk lejohet të thuash përveç se të vërtetat zyrtare. Pra, si e shikon në këto dy këndvështrime? Në një farë forme është ajo që po thu ti Cako, ke të drejtë shumë, sepse është edhe farshenja e karates për gjithë ata që e kanë po, domethënë e zeza mbi të bordh, çdo e mirë e ka një të keq, çdo e keq e ka një të mirë, dhe në fakt në këtë moment është po ajo që e thove ti, domethënë ndoshta është e mira që na kanë lejuar neve me i thonë gjitha ato që i mendojmë, por në fakt në një farë forme mbrapa, domethënë ajo që e përmend ti gjithmonë, deep state që e përmend ti, përsëri janë këta dhe domethënë e gjejnë mënyrat edhe formën për me ta ndalu ty, ndoshta ju drejt për drejt atë që mendon, por fshehurajzi më ta ndalu atë që ti e mendon. Ka mënyra të ndryshme, për shembull nëse ti e hedh në YouTube apo në Facebook një gjë që nuk i përket, domethënë atyre apo nuk ju takon atyre, apo nuk kanë dëshirë ata që ta shohin, ata automatikisht ose ta ndalojnë monetizimin, ose ta bllokojnë videon. Ki parasysh për shembull ato që kanë qenë me vaksinat apo me Covidin, domethënë gjithë ata që e shkryshin Covid-19, domethënë automatikisht ju nalke monetizimi edhe ta bllokojshin videon. U do ke shqip më shkruaj videos Covid me k shtypit. Por mos më ta ndalu apo me bë me k pika pika o pika pika v. Domethënë në një farë forme është ajo që po thu ti dhe domethënë përsëri na kanë dur, po me mjete të ndryshme. Domethënë po na në një farë forme po na menaxhojnë përsëri. Pak më modern. Po, më moderne pak. Ma fshehur azi. Po gjatë kohës së arrestimit dhe përgjimit Erion Veliajt nga komunikimet e tij me të afërmit dhe me njerëzit e vet të besuar, ra në sy haptazi që një pjesë e mediave në Shqipëri ishin të kontrolluara nga kryetari i bashkisë, disa që janë shumë të njohur, shumë të fuqishëm ekonomikisht për shkak se bënin rolin e shërbëtorit, si Mero Bazja, ose ky Carlo Bolinoja, ose ku e di unë, pavarësisht se ata sot justifikohen, thonë jo për për këtë, jo për ata, po të gjithë e dinë që këta kanë qenë disa kukulla me tela që i përdorin këta njerëzit që kanë burimet mëdha financiare në kontroll, si kryeministri apo kryetari i bashkisë, dhe doli kjo plagë e madhe. Ndërkohë, në Shqipëri ka ndodhur një fenomen ku njerëzit nuk kanë folur, domethënë njerëzit, flas këta pronarët e tjerë, u godit një televizion që ishte televizion që përpiqej të mbante pa anësi dhe të bënte rolin e vet deri diku, dhe ky ishte televizioni Ora News ku u godit pronari për shkak të ndërhyrjes në ballë të Erion Veliajt me organet e drejtësisë, dhe ju grabit gjithë prona që ai e kishte ndërtuar me investime nga kredit bankare, dhe në gjyq nuk u vërtetua dot që ai kishte përdorur para të tjera përveç se parave
të kredive bankare, madje në kohën që u sekuestruan, ai nuk ishte shlyer ende ishte gjatë kalendarit të shlyerjes kredive, kishte edhe më duket 7 vjet për shlyer kredit, dhe vetëm pse ndoqi politika jo të përshtatshme për kryetarin e bashkisë dhe për qeverinë, atëherë ai u sulmua godit dhe u rrëmbye prap. Ka një bashkëpunim midis pushtetit politik, pushtetit drejtësisë kundër pushtetit mediatik. Ka ndodhur ngjarje të këtilla dhe a është media e skllavëruar ose shërbëtore e politikës, këto mediat e fuqishme tradicionale në Kosovë? Po, është e vërtet që edhe në Kosovë ka ndodhur një gjë e tillë, për shembull unë vetë kam qenë pjesë e radio televizionit publik të Kosovës dhe me ardhen e Albin Kurtin në pushtet, domethënë gjithë na që kemi qenë pothuajse projektet e jashtme shumica prej tyre jemi largu nga puna pa ndonjë arsye, domethënë, dhe në një farë forme është arrit kopja, ta themi në thujza, e radio televizionit publik të Kosovës, dhe mendoj që domethënë edhe media tjera, domethënë gjitha ato që e kanë kritikuar dhe vazhdojnë ta kritikojnë qeverinë Kurti, por edhe qeveritë e kaluara, domethënë e kanë psu keq. Një ndër ta e ke rastin e Klan Kosovës, që është domethënë si media që kritikon shumë qeverinë Kurti dhe që vazhdimisht her pas here domethënë ka probleme me qeverinë që është në pushtet. Dhe mendoj që gjitha qeveritë që kanë ardhur në një farë forme në thojza ta themi janë mundu të ishtin në thomba apo në kthetra mediat në Kosovë. Por unë mendoj që domethënë me futjen në kthetra të mediave si në Kosovë dhe në Shqipëri, mendoj që në një farë forme është i kthemi kohës realisht ta themi kështu shtruar kohës komunizmit, për arsye se media është ajo që e përcakton domethënë në një farë forme gjuhën e popullit apo ato të mirat edhe të këqija që i ka populli. Dhe këta po insistojnë gjatë tërë kohës që të shtim mediat nën kontroll. Radio televizioni publik i Kosovës në një farë forme është në kontroll, dhe tani me fitoren e vetvendosis, domethënë ka media që kanë frikë prej tyre, domethënë siç është Klan Kosova dhe media tjera. Po, ky është një lajm i keq kur media unifikohet me politikën, detyra në fakt e medias se këtë lloj sistemi kështu me check and balance e ndërtoi në letër në librin e vet Fryma e ligjeve autori francez Montesquieu, i cili faktikisht ishte i përndjekur dhe jetonte në Angli nga Franca, ishte i përndjekur për shkak të ideve të veta. Dhe aty shkroi librin Fryma e ligjeve, të cilin e zbatuan që ishin idete në francezi dhe që i zbatuan anglezët të parët, duke ndërtuar të lloj sistemi. Dhe ai thotë që pushteti 4 ose pushteti medias është një lloj projektori, thotë, që përpiqet të dritat në skutat që qeveria i le të errta të aktivitetit të vet. Pra kërkon të tregojë opinionit publik se çfarë bën qeveria në mënyrë sekrete. Dhe populli ditë se këtë votoi pasaj kur vinë këto periudat e fushatave. Kjo lloj sjellje feudale ose diktatoriale që qeveritë përpiqen kene qoftë në Tiranë ashtu dhe në Prishtinë që përpiqen të vënë nën sundim dhe nën kontroll mediat, ka lidhje një çik me mungesën e civilizimit të shoqërisë tonë në përgjithësi dhe të emancipimit të partive politike, të cilat duke mos qenë të afta të krijojnë superioritet mbi pronarët e mediave nëpërmjet ideve dhe nëpërmjet punës së tyre, fillojnë ndjekin mekanizma të këtilla kërcënues që sepse qeveria ka shumë mjete. Detyra e mediave nuk është të mbajnë kur anën e qeverisë. Një media e ndershme. Mediat janë në opozitë. Po, mediat janë gjithmonë në opozitë. Në qoftë se një qeveri bën një rrugë dhe inauguron sot, media nuk duhet vetë, thotë shko sa rrugë të bukur ka ndërtuar qeveria, po duhet vetë dhe të thotë me sa lek është ndërtuar kjo rrugë, është ndërtuar me kaq lek. Dhe duhet shikojnë nëse është abuzuar me fondet apo jo. E para, sepse fondet janë të atij që duhet i shërbej mediat, publikut, shoqërisë.
Dhe e dyta, janë zbatuar të gjitha kondicionet teknike që duhet të realizonte firma që i ka bërë këtë vepër publike sipas standardeve që kërkohet në kontratë. Gjërësia, përmbajtja, kaq beton, kaq çakëll, kaq kështu, kaq ashtu. Gjërësia është bërë të dërgoj një njeri ta matë sa është në kontratë, është 12 metro. Edhe i bë metrin në disa pika dhe thot nuk është 12 metro, është 11,600. Këta duhet thot ai kur inaugurohet vepra. Të thot qeveria nuk ka zbatuar kushtet e kontratës. Ai kontraktori që ka marrë përsipër ndërtimin e veprës ka vjedhur në gjatësinë e rrugës 40 cm, kaq me kaq çmimin vjedhje kaq. Kjo është detyrë e medias. Sepse njerëzit e shikojnë si vepër të bukur, thonë, po shqyr mo që na u lidh ky qytet me këta, çka ka bërë qeveria. Kurse media e mirë tregon ato që qeveria me guxim. Po. Nuk i ka bërë ashtu si duhet t'i bënte. Dhe tash ti bësh presion medias, që media të dalë të duartrokas veprat e qeverisë dhe të mos tregoj defektet e qeverisë, atëherë i hiqet një mundësi publikut për transparencë. Në mungesën e transparencës ka korrupsion. Dhe nën korrupsion ka rritje të kostove të jetesës të popullatës, sepse kostot e korrupsionit kalojnë si kostot të blerjes së madhe dhe shërbimeve që bën publiku. Po këtu në jetën mediatike të Tiranës, kështu çfarë të bën përshtypje për shembull duke krahasuar me ato të Kosovës? Zakonisht. Për shembull nivelit teknologjisë të televizioneve. Mediat po mënoj në Tiranë, në Shqipëri, në përgjithësi janë më të avancuara. Ndërsa mund të themi janë ndër mediat më të avancuara në Ballkan, duke ditur edhe duke i parë skenografitë e tyre, teknologjinë e tyre që e kanë të avancuar, investimet e tyre, sepse unë mendoj që mediat në Shqipëri investojnë shumë në skenografi, investojnë shumë edhe në kostumografi të personazheve aty që i kemi, dhe në një farë forme janë mediat, domethënë më të përparuar në Ballkan, ndoshta jo vetëm nga Kosova, por edhe në Ballkan. Dhe mendoj që media në Shqipëri në një farë forme ka arritë të shpërthejë nga Ballkani dhe të dalë të ndjekë edhe trendin e Europës. Po mendoj e ki rastin e Top Channelit që domethënë nuk ka të bëjë as pak me mediat në Ballkan, por është shumë më larg se mediat që janë në Kosovë dhe në Shqipëri. Ndoshta jam gabim, po kjo është mendimi im. Në lidhje me temat që trajtojnë mediat e ndryshme në këtë kohë të rrezikshme që ka hyrë njerëzimi që mbas pandemisë. Si të duket? Të duket që më shumë mediat janë përqendruar në këto emisionet për show. Është vërtet. Dhe ka shumë pak emisione të cilat përpiqen të informojnë publikun mbi rreziqe të ndryshme që njerëzimi dhe si pjesë e njerëzimit dhe shoqëria shqiptare mund të ballafaqohen për t'i përgatitur ata për të marrë masa që të mbrohen nga rreziqet, sidomos të asaj që unë e quaj Agenda Rockefeller 2030, që është agenda e depopullimit dhe mikroçipimit. Çakon në një farë forme si mediat ashtu edhe domethënë përgjithësi edhe tregjet e ndryshme, për shembull edhe artikujve ushqimor dhe artikujve tjerë, domethënë në nuk po e shohin se çka po hohet ato, çka po servohet, por po shikojnë në mënyrë më të shpejtë. Për shembull përpara në ekonomi ka qenë peshku i madh, tek na kanë thonë, e hat voglin. Tani është ndryshe, tani peshku i shpejt e hat ngadalshmin. Domethënë nuk është më ajo se çfarë thuhet dhe flitet, por kush po e bën më shpejt edhe kush po e bën një skandal me çit. Prandaj unë mendoj që duke qenë kjo, domethënë në një farë forme emisioneve që janë edukative arsimore apo edukative politike apo edukative shoqërore, kulturore, ju ka humb kjo balancë dhe mendoj që media në përgjithësi si në Kosovë dhe Shqipëri po shkon nga e shpejta, po shkon ajo që servohet sot dhe nesër nuk di se çfarë ka thënë sot. Nga argëtusja që domethënë njerëzit janë të lodhur dhe përpiqen të. Është vërtet, njerëzit janë të lodhur nga politika, sepse duke pasur parasysh që politika si në Kosovë dhe Shqipëri e ka kohën e prime time, domethënë njerëzit janë lodhur nga politika dhe nuk kanë çfarë shohin,
Andaj njerëzit me do mos kanë dëshirë të shohin show. Nuk është më rëndësi se çka flitet show, por kanë dëshirë që të lodhen kur vinë tek shtëpia, sepse me thonë drejtë nuk kanë edhe faj, sepse prime time në Kosovë dhe në Shqipëri e ka politika, domethënë nga ora 8 nuk e si çka shet ndryshe. E ki për shembull debatet gjithandej, gjitha televizionet në Kosovë nga ora 8 deri në ora 10 kanë debate politike. Po, kjo tendenca e shumë njerëzve për të parë emisione argëtuese, ti mendon që ky grup njerëzish është targetuar dhe është krijuar prej këtyre lloj emisioneve, apo kërkesa e këtyre njerëzve është për këto lloj emisione dhe media ju është përgjigjur këtyre për të arritur klikimet e shumta. Unë mendoj që është shkak një nivel i ulët i shoqërisë që kërkon këto lloj emisionesh, apo mediat e kanë përgatitur këtë lloj shikuesi me kalimin e dekadave dhe këta janë bërë të shumë të tashi që rinë gjithë ditën dhe shikojnë. Është keq me thonë për të di shumë mirë që domethënë bile nëse s'ka bëj Bill Gates i qunë shumicën e njerëzve që jetojnë botë për typ kocit. E një pjesë e tyre e madhe, domethënë edhe të na Kosovë dhe Shqipëri janë për typ kocit në aspektin e mirë fjalës, për arsye se nuk kanë dëshirë me lodh trunin, por kanë dëshirë me ardhur më shpejt deri tek një diçka për me bë me qesh apo për me bë me knu apo për me bë me vallëzu. Edhe janë njerëz të tillë që i shohin domethënë këto emisione dhe nuk kanë dëshirë me lodh trunin fare, por kanë dëshirë me qesh, me vallëzu, me çfarë tha ky asaj, çfarë tha këta, jo, sidomos kur ki për shembull që leta bleti papuçe të reja apo kupton gjesti e gjujti me shi shtujt atë gjybonin atë që janë ato. Edhe domethënë njerëzit janë të prirur, domethënë te di që edhe truri i njerit është më shumë e prim nga e keqja se nga e mira. Po, para se ta mbyllim duke qofse s'ke ndonjë gjë tjetër për të thënë. Jo. Ju them këtyre unë që kam në rrjetet sociale, i them kur ta hapni, i them unë për shkak se ne na duhen 10.000 subscribera që të kemi mundësi të hedhim ato 7-8 minutëshet. Videot e shkurtra që 8 minutë po. 8 minutëshet se për shembull dikush do të dëgjoj Sadriun, s'do të dëgjoj Fredin. Edhe e hap në YouTube ke kanali im, e ndjek vetëm çka ka thënë Sadriu, nuk e dëgjon Fredin fare, kupton? Mirë, kjo na rrit mundësinë e kontaktit që idetë e Sadriut venke sa më shumë shikues. Dhe ana sjelltas, dikush do të dëgjoj Fredin, kupton, dhe nuk do të dëgjoj gjithë emisionin. Dhe kjo na lehtëson, dhe unë shpeshherë ju them njerëzve, atyre që s'kan thundur, jo dy thundrakve, atyre që kanë gish, janë njerëz, ju them bani nga një subscribe, nga një klik atje, ke ajo, sepse ju në ndihmoni ne ju ndihmojmë ju. Mirë, po ka shumë njerëz që s'pranojnë, jo, thonë, i dhe mund, po t'ju them gjeni një gur për të qarë kokën dhe ma sillni shpejt e shpejt, me njerë ta sillni, kupton, me njerë, kupton, sepse ka një shkallë dhe maligniteti në shoqëri dhe shumë nga këta duan të flenë gjumë dhe kanë hyrë dhe në rrjetet sociale me një çifte kështu e rinë mbrapa gardit, kështu e ruajnë, do bëjnë një gabim këtu ta nxjerrë ndër kokën ta qellojmë neve, kupton? Nuk vinë si dashamirës ty aty në rrjetet sociale. Dhe kur unë nga smoj, janë nxehur tash. Thonë pse neve këtë kusht? Po ta bë se ti ke 10 vjet qynë ke rrjetet e mia sociale, merr postimet e mia, i lexon, i shijon pa pagesë, pa gjë. Dhe tash që unë të bëj një propozim që interesi është i përbashkët dhe që të zhvillohet media dhe të zhvillohet shoqëria për të bërë një subscribe, jo, sa bëjmë, s'duam. Pse twitosh ti? E vërtet, është edhe ajo që thonë, domethënë na si shoqëri, domethënë gjithat i folmi, po suksesin nuk ta folmi. Domethënë jem gjendje më të fol gjitha që kemi tokë, shtëpi, gjitha po. Është jashtëzakonshme. Edhe sikur të fitoja nga suksesi im, jo, më mirë të humbath. Vetëm ti mos jesh sukses. Bedon shpesh e përdorin i thoni me që jemi në fund, e përdorin i thoni timën që e kam personale ashtu, e tham neve shqiptarëve më shpesh na vjen i nati se na vin kushëreta dhe kushia me nejt, kështu. Mirë, po e mbyllim këtu Sadri, ishte kënaqësi që ishim bashkë dhe bëm këtë bisedë të këndshme dhe që do të ketë interes besoj për shikuesit. Natën e mirë dhe mirupafshim në takimet e radhës.